Patjetër, një situatë e vështirë e rënd për gjithë secilin dhe gjithë secili ka marrë ato vendimet për sigurinë e tij, të saj dhe familjes normalisht. Nuk ka qenë dëshirë që është bën një zgjedhje sipas dëshirës, por ka qenë një vendim që është imponu për situatës rrethanës, edhe kështu që vendosëm të largohem dhe vendosëm në Belgjik. Jo që e njefshim si shtet ose si mundësi, por rrugtimi ishte më i shkurtër në Belgjik. Aty u vendosëm dhe aty filloi jeta ime profesionale. E patë të vështirë që të integroheshit nga Kosova jonë e vogël, ndoshta edhe pa e ditur gjuhën, duhet të ketë qenë një sfidë në vete. Ka qenë ky integrim në një shtet tjetër të huaj. Sigurisht që ka qenë sfidë, por fatmirësisht aty hapat i bëm sipas prioriteteve. Si prioritet i parë ishte njohja e gjuhës, kështu që ne vazhdum ta ndjekum kursin e gjuhës. Dhe pas ndjekjes atij kursi, sigurisht se nuk mundem ta përvetësonim në anën më profesionale gjuhën, por sa për komunikim ishte mjaftueshme dhe e kishim një dokument në dorë që kishim fillu integrimin, edhe në rrugën e mbarë. Po. Edhe aty fillun mundësit. Patjetër. Po besoj edhe këtu ka fillu edhe qasja mandej me profesionin. Po. Mas ne atje unë grita në profesionin tim, por kam fillu si shitse e thjesht. Po. Në një dyqan mode, ku ishte domosdoshme të filloja nga një shitse e thjesht, sepse gjua, si që po them, ishte pak pengesë, po gjatë atyre viteve, unë çdo herë po ta mundësin të ngritem në pozita më të larta. Po. Dhe erdhi një moment ku në bazë të njohurive që unë i kisha, po edhe në bazë të feedbackut të menaxhmentit tim, të bizneseve, në bizneset ku punoja, vërejta që jam e orientuar shumë në coaching edhe në trajnime. Sepse gjatë asaj periude, në atë biznesin tonë ku ne punonim, kishim shumë punë me studentët. Kështu që isha e përzgjedhura nga biznesi që unë 3 javët e para ti bëj trajnim studentëve të ri. Dhe kështu fillova të mishnona me atë profesion, me atë pjesë të punës. Po, derisa erdhi momenti që edhe u certifikova edhe fillova ta krijoj si profilin tim kryesor, domethënë trajnimin edhe coaching. Patjetër. Dhe tani shumë vite përvoj pune, keni vendosur që ta sjellni gjithë atë ekspertizë edhe në Kosovë, apo jo? Po. Sepse gjatë përvojës time si trajnere, por edhe në punë paraprake, e kam mësuar se biznesi nuk e arrin suksesin vetëm nga produkti ose nga strategjia, por suksesi kryesor vjen nga njerëzit dhe mënyra se si punohet me ta. Patjetër. Kështu që në përvojën time gjatë trajnimeve, unë e sjell metodën e menaxhimit, shitjes, komunikimit edhe zhvillimit të stafit, që do të thotë që është pjesë e biznesit, e pjesë e suksesit të një biznesi. Patjetër. Ndërkaq? Pastaj çka e shoh që është e nevojshme këtu në Kosovë, është